Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur punën me intensitet të lartë në disa fronte, me synim zgjidhjen sa më shpejt të situatës së krijuar në zonën e Dragostunjës. Aktualisht po punohet për heqjen e masave të dherave në të dy anët e rrugës ekzistuese, me qëllim hapjen e terrenit, ku do të vendosen sondat për realizimin e studimit të detajuar gjeologjik dhe për vlerësimin teknik të zonës pas rrëshqitjes. Paralelisht, me një mobilizim të shtuar të mjeteve të rënda, ka nisur punimet për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Rrjedha po orientohet në krahun e Majt për krijuar hapësirën e nevojshme për ndërtimin e një rruge alternative përgjatë linjës hekurudhore. Pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të kryhet ripunimi i projektit të zbatimit për aksin e ri rrugor Elbasan-Librazh-Qaftan. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se do të vijojë të informojnë në kohë reale mbi ecurinë e punimeve dhe masat e mëtejshme që do të ndërmerren. Si pasojë e bllokimit të lëvizjes te arrat e Gurrës, rrugët alternative që po përdoren nga drejtuesit e mjeteve kanë shfaqur ngarkesë. Është vështirësuar qarkullimi në aksin Maliq-Moglic-Gramsh për shkak të shtimit të fluksit të mjeteve. Sipas informacioneve, mësohet se nga rruga e Gramshit janë lejuar të hyjnë drejt juglindjes 2 kamion që thuhet se janë të OSHE-s. Kjo ka sjellë një situatë të rënduar në rrugë.